Gërmimet e shkaktuara nga vërshimet ujore të Kirit e kanë përkecuar rënd gjendjen e 2 bazamenteve të kolonave të urës së bardheve, aq sa rrezikohet edhe shembja atyre. Nga 11 kolona të kësaj ure, së paku 4 prej tyre janë në gjendje mjaft të rëndë për të përballuar vërshimet ujore të Kirit në vjeshtën dhe dimrin e ardhshëm. Natyrisht, specialistët janë ata që përcaktojnë rrezikshmërinë në raste të tilla, por kjo situatë ka arritur në një pikë ku kuptohet lehtësisht edhe nga njerëzit e thjeshtë rreziku që paraqet. Tani dallohet qartë dëmi i shkaktuar nga gërryrjet tek bazamentet e kolonave të kësaj ure. Shqetësimi për gjendjen e urës së bardheve është trajtuar disa herë më parë nga mediat, ndërkohë që autoriteti rrugor dhe pushteti vendor deri tani nuk kanë reaguar. Për të qenë të saktë, në këtë rast është kryer një inspektim i gjendjes së saj nga prefektja e qarkut të Shkodrës Majlinda Angoni, por akoma nuk ka një reagim se si do të veprohet përballë kësaj gjendjeje, përkeqësimi i së cilës është mjaft i qartë dhe ka ardhur duke u rënduar. Shembja kësaj ure jo vetëm që mund të shkaktojë ngjarje tragjike pasi ajo qarkullohet pa ndërprerje gjatë 24 orëve, por edhe i detyron mijëra banor të bardheve që për të lidhur me qytetin e Shkodrës të udhëtojnë nga ura e mesit rreth 15 kilometra vajtje ardhje, kur sot udhëtojnë jo më shumë se 2 kilometra.